Në këtë tashni po e theksojmë gjatë tërë kohën Finlandën me qenë se në vitet e fundit kur ka fillu që të ketë mjaft manipulime dhe rreziqe që vinë përmes këtyre platformave online-it, Finlanda pja del shumë mirë që ta mbaj këtë imunitet, ta zhvilloj dhe të jetë imune, si që thash, karshi sfidave që i ka. Unë në këtë intervist i kam 3 pika, mbase biseduam mjaft, biseduam edhe pas intervistës mjaft, i kam 3 pika, cilat mendoj që janë shumë të rëndësishme të shënojmë ne si shtet i Kosovës. Njëra është që edukimi medial nuk është lëndë shkollore, do thot ne, gjatë tërë kohës kur kemi folë për edukimin medial, kemi thonë ta bëjmë një lëndë shkollore dhe pa qenë një pilot projekt që thoshin që le tjetë lëndë zgjedhore. Hajde ta mësojmë edukimin medial. Nuk është lëndë zgjedhore, nuk është lëndë shkollore, është vendim strategjik. Do të thotë është një vendim strategjik i cili duhet të mirret nga nivelet më të larta shtetërore. Dhe kur thua është një vendim strategjik, nën kupton që nuk është lëndë shkollore, për ti duhesh ta krijosh një mendësi të tillë te qytetarët e tu që të dinë ta identifikojnë lajmet, ta dinë pika e dytë se çka është gazetaria edhe çka është lajmi i vërtet, çka është gazetaria etike, me qenë se siç e tha ky, nëse dikush e din se çka është gazetaria, si bëhet gazetaria, çka janë mediat e përgjithshme etike, nuk ka nevojë që të intereson që ta kuptojnë se çka është dezinformata. Pra, do të thotë janë disa mesazhe cilat i nxorri që janë mjaft thjeshta dhe logjike e që ne jo veç si qytetar, po as si institucione nuk ja kemi dalë asnjëherë që t'i kuptojmë. Konceptojmë në arsimin. Shko, ne arsimin kanë qenë në kohën osmane, kanë qenë ato medreset, shkollat fetare, dikur janë qelë do shkolla shqip, se ardhë koha po dashka me qelë, por jo në mënyrë organike, jo si një mjet, një instrument, një institucion i cili e ndihmon edhe njerëzit edhe atë shoqëri. Nëse mendojmë tash për cili është misioni shkollës, në vitet e 90, në vitet 70-a, kem ditë mirë, që ajo shkollë ka dash me bo një farë kvazi shteti këtu, e ka bo një farë subjektivitetit Kosovës. Në 90-at e ka rujtat subjektivitet Kosovës. Sot, si jam i sigur që dim që ka bojmë na me shkollën, mendoj se na duhet punis me dekonstruktu problemin një herë, me qitë sandë të tavolina dhe me po, që ka bojmë na, mendoj të këte. Ne kem 23.000 arsimtarë, njerëz shkollum. Edhe kem 1.000 shkolla. Qysh e shfrytëzojmë na këtë armat? Kjo është armat, tru i madh është. Qysh e shfrytëzojmë na? Çka bëjmë me to? I pagujmë normal. Mësim dhënje, notim, vlerësim. Nxënës shkojnë, marrin nota dhe mësojnë mësimin përmendshëm. Domethënë, ne kemi problem shoqëror këtu, kemi problem në konceptualizimin e shkollës, se tash del ajo, pyetja ishte shumë e vende juja, a e kanë zhvilluar shoqërinë dhe arsimin e mandej ka ardhur me edukimi medial apo si ka shkuar? Unë mendoj se kjo është ajo që e thatë ju. Po ne tash duhet me po çka dojmë na me bë me çet shkollë, me çto 1.000 shkolla dhe me çta 23.000 arsimtarë? Çka dojnë ata me bë për shoqërinë? Çka ka nevojë shoqëria prej tyre? Edhe me nisi prej të pares, me dhanë mësim, ani, me dhanë mësim, me zhvillu nevojat të veçanta fëmijëve, ani, gjithë përfshirjen, ani, zhvillimin e karrierës, ani, zhvillimin e talenteve, edhe me qitë ka daldale që ka dojmë me bo. E të na vjen edhe rendi lufta, familja është vetë sot në Kosovë, në përballje me rrjetet sociale, me krimin kibernetik, me gënjeshtrat në platformat sociale të tjera, në platformat ndryshme të lajme të tjera. Inteligencës artificiale, gjithçka. Do të thonë, familja është vetë përballet me to, kur kush si ndihmon. A mos mundet shkolla edhe çto me bë, hajtë si bëjmë edhe çto. Tjetër, fëmijët çu po dashka me zhvillu, a mos po dashka me zhvillu, se në thelb kjo edukimi medial është edukimi me të menduarit kritik. Mos po dashka me zhvillu edhe një mendimtar kritike të tjera. Prandaj unë konsideroj që ne në Kosovë e dëgjova zotërin, ajo është Finlanda. Ata para 70 vjetëve, 80 vjetëve kanë vendosur me zhvillu njereun. Na njerëzit i ndjekim sot. Çdo ditë jemi të ndjek njerëzit edhe pak s'kime pas për kënd me bën diçka. Prandaj ne duhet mas pari me undalë dhe me po çka është ajo që e mban Kosovën, çka është ajo që e forcon Kosovën, çka është ajo që cili do të ishte edhe roli i arsimit aty. Kur ta gjejmë atë rol, mandej mundem me pa edhe çështjen e edukimit medial. Unë po frigohem
se e fusin edukimin medial si një landë, s'ka arsimtar, bëhet si talje, edhe bëhen prej 17 landë, bëhen 18 edhe u kryu edukim medial, apo jo. Pra ndaj unë konsideroj që kjo duhet të merret në qasje strategjike, si kurse këta, edhe të e qitë të mbushat mozaik me kujdes se ka dale për të mirën e shoqërisë. Kjo është pak edhe kulturë. Pra, ne nuk e kemi kulturën e verifikimit që Finlanda dhe në shumë shtetet e tjera në shoqëri kanë arritur që ta zhvillojnë. Ne duhet, unë them, qytetarët të jenë mini gazetarë. Pra, ta kuptojnë që çka do, sepse sot shumë për informacioneve nuk kanë asnjë filtr. Dhe është në dorën e qytetarit që ai ta ketë shkallësinë që ta filtroj një përmbajtje. Përderisa s'di ta filtroj, është në rrezik për të manipuluar. Dhe çka bën edukimi medial, që mund të ketë është qasja finlandeze që është shtrirje në për lëndë të ndryshme, por ka edhe shtete tjera të Evropës që kanë lëndë me vete, sepse ne duhet ta marrim një shembull, por edhe ta kontekstualizojmë te Kosova. Në rastin e Kosovës, përveç shtrirjes në lëndë të ndryshme, ne kemi nevojë edhe për edukim medial lëndë me vete. Dhe faktikisht tash e kemi si lëndë zgjedhore, po parimisht s'është që kemi bërë diçka. Se cili qytetar do të jetë një mini gazetar, ta verifikoj klasike të mësimdhënies. Ka pasiguri tilla, kjo është mungese, kjo është problemi i qasjes tradicionale të mësimdhënies. Ka probleme tilla, humbet autoriteti, nëse unë nuk jam ajo katedra, aty ajo paprekshmëria e mësuesit, po ajo është një paprekshmëri e shterpë, nuk duhet të jetë ashtu, po ndodh. Lidhur me mendimin kritik, unë mendoj se problemi, unë e shpjegoj kështu. Më ka ndodhur disa herë me mbajt trajnimet, planifikimit strategjik në disa institucione të arsimit lartë, ku një pjesë e madhe ishin ekonomistë që kishin landën e planifikimit strategjik e gojen se qelshin. Do të thonë, dishin normal që e din landën, po me planifiku në mënyrë strategjike nuk kishin. Te ne ka një shpërputhje, një humner në mes të mësimit edhe në mes të jetës. Edhe mendimi kritik, një prej 8 kompetenca tona është mendimtar kritik, 7 kompetenca, është edhe mendimtar kritik, por edhe mësohet mendimi kritik, por ka jo humnera magjike që ne në Kosovë e kallëzojmë mësimin dhe nuk e lidhim me jetën, nuk ka të bëjmë me jetën, se jemi institucione akademike, arsimore, dhënse, mësimdhënse, vlerësuese e jo jetësore. Prandaj këtu është e thyrja për PISA-n. Këtu dështojmë në PISA, jo që s'dim, jo që jemi të marrë. E tha pak më herët, profesor Gërguri, që ka një në masë, në përqindje, nuk e di se sa e lejon kurikula, që një mësimdhënës të devijoj nga kurikula dhe të ligjeroj diçka që mund tjetë më tepër edukim se sa mësim. Sa e bëj një gjë të tillë. Kurikula me kompetenca dhe për çfarë shfrytëzojnë mësimdhënësit atë përqindje të lirisë së tyre për të komunikuar me nxënësit. Ata bojnë librin. Ta zhvillojnë librin. Nuk shkojnë për te librin. Jo, çfarë? A dir ku është problemi? Paradoksi më i madh. Na kemë kurrikulën me kompetenca, krejt mësimdhënësit duhet me i bë ato. Krejt mësimdhënësit duhet me shkruaj prej 0-s 100%, jo 20%. Thelbi i kurrikulës me kompetenca është mësimdhënësi, është mbartës, dizajner, hartues i landës tash. Ministria është ku i ka shti plan programet lëndori, ka thonë që ku i ki, ja ka thonë edhe librat, që ku i ki edhe librat, edhe ky ta shkon edhe në plan e shkruan aty. Mësimi 7 faqe 57, edhe vjen edhe inspektori, edhe ja bën në cilën faqe je, ky thotë që të faqe kështu. Domethënë, nuk është çështja për 20%, as 10%, as 1%. Na e kemi atë humnerën, e mbajmë mësimin, është shkëputje totale prej realitetit, prej përgatitjes për fëmijët, edhe janë probleme konceptuale, është shumë e vërtet, janë probleme të thella këto. Pse? Se ne e kemë mytat atë kreativitetin e mësimdhënësit, e kemë hek për krahjen e mësimdhënësit. Na e qojmë me një marker në klasë, aty jam shelim deren, a i bon çka do, na se vetim kush. Domethënë, është këput shkolla prej jetës. Prandaj u them, ne duhet me rishiku konceptin e shkollës. Me anis, me i përkra mësusat ma shumë, edhe të shojmë çka mundën me bata mësusa për fëmijët të tjera. E tash, më kthy pak taj prioriteti ju që thatë, vesh asnjë minutë nuk zgjatë.
kam pa një entuziazm në Komisionin për Arsim në Parlament, në Kuvend. Një entuziazm, një udhëhecje shumë e mirë, disa antarë jashtëzakonisht aktiv, një haptësi për bashkëpunim, edhe në akademi për shoh ma shumë haptësi për bashkëpunim. Por, në një situatë alarmante, ne jemi në situatë alarmante në arsim. Para së gjitha që po na ikin fëmijët, të rinjt, njerëzit, edhe e dyta për shkak të inteligjencës artificiale. Këto e bëjnë situatën alarmante. Këtë alarm kisha dash me pa të kryeministri, të ministri, të ministria në rend të parë. Edhe një respons, një reagim ndaj kësaj situate alarmuese. Për me ba diçka, e të mandej vjen edhe zgjidhja shumë e lehtë, edhe edukimit medial, edhe të mendimit kritik edhe tjetër. Por ne më vonë, po tutem, nuk po e shoh një mobilizim tillë që të merremi me këto probleme. Indeksi i zhvillimit njerëzor i Kosovës është 57%. Një fëmijë deri në moshën 18 vjeçare zhvillohet vetëm 57% e asaj që ka zhvilluar danezi, gati 100%. Pra, pak më shumë se gjysma. Po, e kjo përqindje është 57% për shkak se kemi shëndetësinë të mirë, të merrem vesh, shëndetësia jonë dhe ushqimi është i mirë sepse merren ato parametrat bazike. Tash llogariti ku e kemi arsimin se 3 asi indikator janë: shëndetësia, mirëqenia, jetëgjatësia edhe arsimi. Këtu është halli, kjo është ajo alarmuese që po them unë, këtu është ajo PISA, këtu jemi na ku po dështojmë. Do të thonë, ne arsimin diku kemi 30-40%, jo 57% të indeksit të zhvillimit njerëzor. Prandaj unë besoj që ky komisioni parlamentar, tash po shihni kjo problemi politik, po që ky komision parlamentar i dash me thirrë edhe kryeministrin, edhe ministrin, edhe akademinë, edhe universitetin e Prishtinës. Hajde çka po bëjmë. Është 12:05, nuk është 5 minuta para 12-ve. Inteligjenca artificiale është ka ndronë në botën. Tash hapat humben me kilometra, një hap 1 kilometër e humbin hapen me rajonin e lere me Evropën, se zgjatë. Dhe jemi gati